është utopike. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, por edhe ministri i punëve të jashtëm ishin shumë kritik ndaj presidentit Macron, por edhe shteteve tjera perëndimore, duke i quajtur ato se ju mund ta njihni Palestinën si shtet në letër, por vetëm kjo do të qëndrojë në ngjyrë në letër dhe asgjë më tepër. Po, çfarë thash? Mos kërkojnë këta faktikisht që ta zhbëjnë edhe bregun perëndimor, edhe Gazën, edhe Kjo gjë nuk bëhet, po prandaj them që kjo gjë nuk bëhet. Dhe sa është reale dhe sa është kjo gjë nuk bëhet pa amerikanët edhe pa arabët, vendet aleate të Amerikës, të cilët duke ndikuar tek Amerika ndikon te Netanyahu që kjo gjë mos ndodh. Se po tjetë për europianët, Netanyahu do bëj saktësisht kundërt. Flitet për një ftohje të marrëdhënieve Netanyahu-Trump. S'kan kushkon, janë të detyruar ta kërcejnë bashkë atë vallë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk të ta lënë, sigurisht. Po normal që se lënë, nuk ka asnjë kuptim. Se po ta lini nuk ekziston më Izraeli. Qartë. Ishte një iniciativë për një vizitë të mundshme në bregun perëndimor, por e cila kaloi pa vëmendshëm apo ju kushtua pak vëmendje. Një vizitë të përbashkët të ministrit të punëve të jashtme të Arabisë Saudite dhe atij të Francës, por e cila në momentin e fundit u anulua. Pra ishte një vizitë historike që nga viti 1967 nuk kishim parë ndonjë vizitë të ndonjë ministri të Arabisë Saudite në territoret e okupuara të bregut perëndimor. Tregon atë që unë thash më përpara, që Arabia Saudite, ta kam thënë disa herë këtë studio, do ketë gjithmonë më shumë rol në ngjitje në gjithë çështjet e lindjes mesme, sepse Arabia Saudite është dhe partneri numër 1 i politikës amerikane nga bota arabe. Arabia Saudite me rënien e regjimit të Asadit dhe ardhjen në pushtet të Al-Sharës dhe relaksimit të marrëdhënieve me Turqinë, do jetë gjithmonë më shumë një aktor shumë i rëndësishëm i gjithë atyre gjërave që ndodhin sidomos konfliktin Izrael-Palestinë. Kemi edhe një çështje të nxehtë apo një debat, le të themi, një ndërmjet SBA-s dhe Izraelit sa i përket goditjes së cacheve të impianteve bërthamore brenda Iranit. SBA-t janë për një zgjidhje më të moderuar ndërmjet bisedimeve, ndërsa kemi raporte të mediave amerikane të cilat thonë pavarësisht rezultatit të këtyre bisedimeve, Izraeli tashmë ka marrë vendimin për të goditur cachet bërthamore apo të impianteve bërthamore brenda Iranit. Shka që letë. Më thënë, mes thënës dhe të bërës, është mes një deti tërë. Nuk është kaq e lehtë, nuk është që Izraeli mund ta marrë këtë vendim pa koordinuar me amerikanët. Edhe nëse merr dhe godet, çështja është që reagimi do të jetë një luftë rajonale ku amerikanët nuk do donin të futeshin në këtë moment. Shtetet e xhirit persik janë të shqetësuara, Katari, Emiratet e Bashkuara Arabe, Arabia Saudite. Sigurisht, sepse dëmet për ta do të jenë të shumë të mëdha. Sepse janë dëme ekonomike dhe një luftë rajonale do t'i detyronte ata që të hiqnin të ardhurat e ekonominë dhe t'i fusin në ekonominë e luftës, jo në ekonominë në zhvillimin ekonomik dhe mundësinë e madhe që ata kanë për një aleancë ekonomike me SBA-t në kohën e Trumpit. Unë dëgjoja një intervistë të ministrit të punëve të jashtme të Katarit me Carlson Tucker, i cili ishte frikshëm që ai thonte se në rast të një goditje të impianteve bërthamore të Iranit, Katari brenda 3 ditëve nuk do të ketë ujë. Nga se tër ujin e merr nga malet e Iranit. Dhe nga deti. Do të kishte një kontaminim të madh të Sigurisht. Të detit i cili ndon Iran me Sigurisht, prandaj them është një konflikt rajonal pastaj, nuk është më një konflikt mes dy shtetësh. Dhe nuk mund ndodhë një konflikt rajonal pa Amerikën. Për shkak të historisë që ka Amerika, po edhe për shkak të bazave që kanë rajon. Amerika ka bazën më të madhe në rajon e ka në Katar. Po ka në Katar, ka në Arabi Saudite, ka në Kuwait. Dikun 40% të furnizimeve të saj i kryen nga... Ka në Irak, në Kurdistan lart, ka në Siri, në pjesën lindore, ka kudo.